shi. Zotni, apo një pyetje? Ja, ty bes s'kam ko. Ha dhe veç një pyetje se së të shis, mëjtë me dalë në shesh, dhe ose jem një pyetje. S'kam ko, vallaj. Pa, gjena i këmbile që i ko qef me dalë në intervjisë në adhe banes, mrena i shkojmë. Po, është një nga veç pak. Është një shkën, apshe 9 majt, kotën e 3 kam një kujshi, a i ka qef me dalë intervista, edhe është numër 10. Numër 10 banesa. Po, numër 10 o banesa, ka qef me dalë në për intervista, më duket se s'ka dalë hish shesh, se a i vesh shesh. Hajt, falenderoj. Përshëndetje. Na tregun që ti je që del shesh, ki qef një intervista shumë, se sët shis mëjtë me dalë në shesh. Pasha zote mirë, a keni bo se trupi më krujke sot me dalë në shesh, me dalë në i farë intervista. Faleminderit shumë. Mirë, pas ki bo. Jo, qëfar emisioni? Na jena emisioni 014 ty për 6. Po, a? Po, okej. Qa është tema? Tema çka dush, fal. Çka teket, ose diçka që rrezu në herë dikona. Po, qa po ta adhe një rast. Jesha një herë të nëshu shkollë që të poshtë, do isha me myt një farë karabishte, apo të në qajnë ta karabishta. Edhe të rruka një farë cepi, kes të e të marthu e bop në shunat e poshtë, rakatel, bop që bile haloj, sa edhe ketë gjalluta. Ke pështu bili? Po, pështova mirë, najta një 2 ditë në spital, po pështova mirë, apo dhe ta një erdhe një sintezet me orë dhe një farë doje erdhe, ty be, që është të luk erdhe tani edhe një djoli mi, që sa to se kësha po gogja më t'ja nesëm të kajt e zdeshë, vola ka deka që u boha. Së fort të patë më rakus. Po dhe mirë shumë, falenderit që dole e pranoj intervjistën. Tani falenderit dhe për juve, dërkë në kur doni më saroj Ja, numër ta 10. sarojmë, sol, bjeshi, na këne marrë që të. Më saroj numër 10 të gjithën e të kalzej një rast. Shumë falenderit. Falenderit shumë.